Dhe mirë se erdhet në një vlog tjetër këtu në Vlogmas. Sot do të kemi një vlog të gjatë edhe të bukur që mbasa mund të zgjasë edhe 2 ditë, nuk e di. Kam shumë punë për të bërë këtu në qytetin ku jetoj, duhet të shkoj tek pastrimi kimik, të gatuaj, të bëj blerje, dhe pastaj doja dhe që të shkoja në një dyqan elektronik dhe të blija iPhone-in. Ky iPhone që kam është 14 Pro Max dhe kam tani që gati 3 vjet, po. Që 3 vjet, ku që ka ardhur koha që ta ndryshoj, sepse dhe më bën shumë problematika, për shembull me vendin e memorjes, të dua një me memorie më të madhe që t'i bëj patjetër. Shpresoj edhe videot më me kualitet, sepse kamera e këtij tani besoj është veshur pak, e kam grovishtur, më thet tash, kështu që do marr djalin, do marr dhe mamën dhe do shkojmë edhe te dyqani elektronikave dhe nëse nuk do ja dal sot, do e bëj nesër, por do e kemi të gjitha në një video. Kështu, unë tani sapo jam zgjuar nga gjumi, jam fle akoma dhe kjo është koha që unë jam produktive. Do shkoj të bëj dush, do shkoj të bëjmë gati, të lahem, ku dëgjojmë të gjitha gjërat dhe le të shkojmë të dalim. Do t'i drejtoj sot flokët me hekur. Nga shkuar mendja për të pasur flokë të drejta, por nuk kam pjaster. Kështu që do kthehem në kohët e mëparshme, të drejtoj sot me hekur, t'i bëj një kështu presh, i themi. Edhe dalim me mamin, shkoj marrim gjërat, kalojmë ditën bashk dhe inshallah në fund të kemi kohë të blejmë edhe iPhone-in, por ndryshe do vetëm nesër, por që do i bashkoj në një video këto 2 ditë. Kështu që qëndroni me ne. Unë jam gati, tani thjesht po presim djalin që të zgjohet dhe pastaj do nisemi. Jam veshur komplet me të zeza dhe kam këto këpucët e kuqka dhe do vesh pardesyn që është në ngjyrën e atyre. Ha, kuqe. Ha. Bravo. Po i perfekt. Të pëlqen kombinimi im. Qa do bëjmë tani, thjesht po presim Kian, kemi rregulluar një çikuzhinën, kemi ngrënë pak mëngjes, unë nuk kam ngrah shumë, kështu që ndoshta do ham ndonjë ëmbëlsirë atje në furra e bukës. Patjetër. Kiani ka gati 1 orë gjysmë që po fle dhe besoj që tani do zgjohet. Kështu që prandaj dhe ne jemi bërgati, mami dhe është veshur dhe unë jam veshur vetëm xhekja më duhet. Do e marrim djalin në karrocë, në makinë, do shkojmë të pim kafen tonë si çdo mëngjes. Pastaj do t'ju marr me vete komplet gjatë ditës. Fillimisht shkojmë te pastrimi kimik sepse kam lënë disa xhupa edhe palto, edhe t'i marrim. Mora robat e pastrimi kimik, disa ishin larg, disa jo. Tani jemi vetëm 1 minutë larg nga kafja, kështu që le të shkojmë. Se kemi dhe për të ushqyer djalin, nga që sa u zgjua e morëm me vrap. Të keqe nëse më gap. Në napi. Vajtëm Kian, vajtëm. Vajtëm nëna. Doja të paguaja te kafja dhe më mungon të 1 euro, atje nuk paguaj dot me kartë, kështu që duhet 300 lek. 300 lek që të paguajmë kafet, mamin e lash me djalin. Edhe unë erdha këtu, është vetëm 1 minutë larg nga kafeja. Tani mbaruam kafen dhe po shkojmë te supermarketi se kemi shumë ushqime për të bler. Ja ku është mami me djalin. Vash, kurse unë kam komplet qeskat këtu. Edhe këtë qesen për ta mbuluar djalin, po që se bie shumë shi. Këtu jemi shumë afër supermarketit, prandaj e morëm kështu. Nuk është se bie shi, po bie një si, çfarë i thon, ves jo, brym jo, mizelt i thon gjermanisht, që është ky shiu super i butë, që nuk është se te lag. Është shumë pak. Edhe këtu jemi në stret tani. Shkojmë të blejmë gjërat që na duhen. Do marrë dhe disa gjëra që ti marrë mami me vete për të bërë salcat. Shikoni, kjo ka 3.
Po po I marr për ty. Shiko, kjo ka 3 copa brenda dhe ja bëhet salcë. E mbusha karocën plot dhe pse thash që do blija shumë pak gjëra. Sa po përfunduam blerjet dhe do shkojmë në shtëpi t'i paketojmë dhe mami do t'i marrim me vete kur t'i ikin në Shqipëri. Shpresojmë që të ketë mjaftueshëm vend se një çantë ka, ose ndryshe do t'i bëjmë booking edhe një çantë të dytë që t'i marri gjërat rehat me vete. Shkojmë në shtëpi dhe do ja u tregoj në shtëpi dhe I paketojmë bashkë se edhe djali po na grindet pak, do të ri me mamin, sa e marru në krah, jemi shumë okay. Kemi pak që kemi ardhur në shtëpi. Mora deri tani me djalin dhe harova të xhiroj. Do ja tregoj për pak se çfarë bleva, disa nga blerjet, ndërkohë që mami bëri 2 byrek për vëllain dhe unë bëra një ëmbëlsirë. Kjo është ëmbëlsira që kam bërë. Dhe tani për darkën do bëj qofte me salcë dhe e shoqëruar me pure patatesh. Për qoftet unë përdor një recetë super të thjeshtë. Marr thjesht mishin, marr pak, mirë do ishte të marrësh nga topshëm bukë e thekur. Unë kam vetëm bukë tani dhe po përtoj dhe ta gri madje, kështu që thjesht do e thërmoj. Një vezë dhe mishin e grirë. Kaq, kjo është receta ime për qoftet dhe I hedh edhe erza krip, perzi dhe biber të kuq dhe bëj disa qofte topka të vogla dhe I skuq. Pastaj si I skuq ato, bëj dhe salcën që do t'ja u tregoj më vonë. Të thërmoj një bukën. E dëgjoj mamin që e puth Kianin, kur e puth unë thot mos e puth, se e puth shumë. Ha? Po, vetëm dorë. Unë e puth se I ka ato faqet mashallah, edhe ajo thot mos e puth djalin. Bravo. Nëna, edhe 4 ditë do ta mbroj nëna, edhe 3 ditë sot iku. Martja mërkure inte kemi akoma. Mezi po pret nëna. Mezi po pret I iki, mezi I ka shtyr ditët. Ke që shkur edhe të gjova që I thosha se pa ja do rriten qike. Si ku po të mba me zorë. Qupës tënde. Sa po erdhëm tek dyqani dhe po shikoj këtu iPhone-at. 17 Pro Max. Këtë dua, por nuk e dua në ngjyrën portokalle. Gjithsesi pyesim dikë sepse unë dua që ta marr me kredi. Nuk dua që t'i harxoj të gjitha, ta paguaj gjithnjëhersh. Jo se nuk është mundësia, por më duket një harxhim shumë I madh për ta marrë një herësh. Jam një gotë shumë ekonomike. Ja t'ja u tregoj pak.
Nice. Okej, po kërkoj dikë? Edhe është. Punojnësi po pyet nëse kemi në gjendje iPhone Pro Maxin, edhe pastaj vazhdojmë me financimin. No, po këto sa I kemi këto AirPods-at. Do marrim Pro Maxin në ngjyrë blu. Sa kuston, nuk e di ku është çmimi. Aty, 1.500 euro. Dhe do ta bëjmë financimin për 1 vit. E bërëm kontratën e financimit. Tani do bëjmë detajet. Financimi u bë. Thjesht duhet të marr tani si të thuash telefonin aty te kasa, por po mendoja të merrja edhe një pjasër se nuk kam një pjasër për blokësh dhe me që jam këtu. Mua Remingtoni më ka pëlqyer gjithmonë. Kështu që mbase marr prapë Remington. Sa kushton? Remington, unë kam pasur një Remington të trash, këtu nuk paska, kështu që do thjesht do marr një. Mirë se erdhe në shtëpi. iPhone-i. Do t'ja tregoj kur të shkoj në shtëpi, po marr një kartën e parkimit se e kam haruar këtu. Sa po erdhëm te kafja, kemi marr croissant edhe latte macchiato dhe tani unë do pi latten time dhe djali do pi latten e tij. Ndeni shumë mirë deri tani, vërtet fantastik. Tani pra po flem, po unë do ta zgjoj se nuk ka pirë, apo ta le se do zgjohet vetë. Le të zgjohet. Ta le të zgjohet vetë se mos Kur të pi. marzitet. Në rregull. Edhe ne ta pim me rahat, gëzuar. Ndalesa e radhës tek Aldi, sepse më duhet të marr çaj thon kësaj celery, çaj është në shqip? Selino. Sepse do bën gjell me patate, edhe më duhet selinoja. Tjetër do të marr 2-3 gjëra të vogla, do marr kafe për Stefan dhe një kola. Dhe të themi në rregull. Kjo do ishte mirë për Stefanin ose për nipin e Stefanit që I kam shumë qef Legot me Star Wars, por po I bëj skip këtë herë. Qi sa të bukra. O do t'i marr Stefanit këto për Krishtlindje. Këto apo këto më mirë? Lej mama mirë këto. Qi sa të bukra. Këto janë blerjet për sot. Pak e sakt. Ndalesa tjetër tek shtëpia e Sarës, sepse Sara është në Shqipëri. Edhe që hedhjem ushqim Kingut edhe Lokit, që janë si dashuri janë. King, Lok, Loki, Kingu. Hi. Hi. Oj, zemër. Hi. Ha, më njef. O, zemra ime. O, zemra ime. Ku e ke vëllajnë? Hi. Po flinit ju? Po flinit ju? O, shpirta. Hajde t'ju jajrim ushqim. Hajdeni. Hajdeni. Hajde. Dojmë një qik tezen.
Dhe këngët, hë? Me mami, të pëlqen dedikimi? Shumë mirë. Roshme në gjithë. Me këngën e motrës time në spot, po e mbyll edhe vlogmasi për sot. iPhone-in e bleva, do ta shpaketoj në videon tjetër, sepse do ta shpaketoj bashkë me Shtefanin që ta lexoj një kontratën mirë, sepse nëse kam nënshkruar diçka që nuk duhet, kam të drejtë 2 javë për ta kthyer, për ta prishur kontratën, kështu që do ta shpaketoj në një video tjetër. A ja u tregova gështenjat që si mi ka qëruar mami. Mamat janë dashuri. Bleva ushqime, nuk di qa bleva më. Bleva çorabe për Krishtlindje, për Shtefan. E bleva dhe një pjaster, sepse kam kohë. Stefan e këtë. Ka kohë që nuk I kam drejtuar flokët. Kështu më bëjmë flokët kur I thaj dhe përdor krërin, por dua që t'i kem ndonjëherë kështu të drejta fare tel. Edhe bleva këtë Remingtonin, unë kam pasur një Remington po të trash, dhe ai mi pjaseronte shumë mirë, mi drejtonte shumë mirë, por le ta provojmë këtë se nuk ishte edhe shumë shtrenjtë. Edhe nëse kam bler një blerje jo të mirë, pra 36 euro do humbë. Ky ishte vlogmasi për sot. Unë u kënaqa, shpresoj t'jeni kënaqur edhe ju, edhe shihemi në vlogmasin e radhës.